Ju përshëndes shikues ekranit të Premium Channel. Ja kur I takojmë së bashku si çdo ditë tani më nga hëna në të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Sot do të shkojmë virtualisht në Antalya, në kryeqytetin e pushimeve për të folur për resorte shumë të bukura, të reja, të rinovuara, por gjithashtu kam kënaqësinë të kem të ftuar për herë të parë Aurora Markun nga Metro Agency. Mirë se erdhët në studio. Mirë si u gjej. Kënaqësi t'ju kem, ndoshta edhe për të folur për nisjet të sezonit edhe jo domosdoshmërisht vetëm për resortet specifike. Më thoni pak më shumë lidhur me Metro Agency, sa kohë ka që operon edhe si ka qenë kjo nisje e sezonit për ju? Metro Travel është një ndër shumë agjenci që kemi ne në Shqipëri, ka shumë vite, ka rreth mbi 7 vite që operon në tregun shqiptar, me që jemi ftuar për të folur për Antalyan, është një nga destinacionet që edhe vetë ne, edhe unë personalisht e pëlqej shumë, por është edhe një nga destinacionet që shqiptarët kryesisht kërkojnë Antalyan. Duke pasur parasysh që edhe udhëtimi është I shkurtër me Antalyan, zgjat rreth 1 orë e gjysmë. Të gjitha atributet që ne marrim, të gjitha orientimet që ne marrim nga ju, nga Vasi, janë shumë korrekte dhe duke qenë që Antalya është destinacioni kryesor që zgjedhin shqiptarët, edhe ne menduam sot të ishim pranishëm dhe të flisnim më shumë në fillim të këtij sezoni. Antalya, si destinacion shumë I kërkuar, përveç faktit që operohet shumë më shkurt në udhëtim, ka shërbimet si all inclusive, si ultra all inclusive, gjë e cila të thjeshton pushimet. Duke pas parasysh që kemi shumë hapësira për të pasur edhe për familje që kanë pak mundësi, se përgjithsisht janë resorte që frekuentohen nga familjarët, por jo vetëm. Pra vijon të mbetet le të themi trendi I Antalyas familje. Trendi Antalya familje, duke pas parasysh edhe pjesën që jepen edhe pak ditë, por edhe shumë ditë. Edhe për ato familje që kanë pak mundësi për të qëndruar 4-5 ditë, por edhe për ata që zgjedhin më shumë ditë, 1 javë apo 10 ditë. Tashi është bë trend kjo pjesa e të qenurit më pak ditë që të shkojmë në shumë vende. Po, vërtet. Dhe mundësia që ofrohet nga ju me charterin që është një ditë po, një ditë jo gjatë javës, se mundëson të vajturit dhe të pushuarit në Antalya shumë thjesht. Ndërkohë prej 7 vitesh tani më që ju operoni në turizëm, jam e bindur që keni një pasurim të gjerë të gjitha kërkesave të cilat shqiptarët kërkojnë më së shumti kur duan të rezervojnë një paketë pushimesh. Në këtë rast për Antalyan, çfarë kërkojnë më së shumti ose cilat janë disa kriteret pa të cilat nuk bëjnë dot asnjëherë kur zgjedhin Antalyan? Që nuk bëjnë dot, në qoftë se janë familje dhe kanë fëmijë, me patjetër që duan hapësira për fëmijët. Sa më shumë hapësira dhe animator të ketë atje dhe sa më shumë pishina se varet nga mosha e fëmijëve, aq më të kërkuara janë. Dhe është kryesorja, moment që na drejtohen ne, thonë ka hapësira për fëmijët, çfarë ju mundësoni ju fëmijëve, pasi përgjithsisht duke qenë gjatë tërë vitit në marrëdhënie pune, domosdoshmërisht në periudhën e pushimit duhet targetohen edhe fëmijët dhe kjo është arsyeja kryesore që zgjedhin Antalya. Ndryshe nga destinacionet e tjera, Antalya e ofron këtë pjesën e shumëllojshmërisë për argëtimin e fëmijëve. Dhe të gjithë familjes në fakt, por nga ana tjetër, Antalya është vërtet që kushtet klimatike I ka shumë të mira të ngrohta thuajse edhe si në vendin tonë, por sërish nuk ofron 12 muaj le të themi plazh, por një pjesë të mirë të vitit ta ofron në plazh. Cilat janë ato periudha të cilat ju këshilloni më së shumti për të frekuentuar? Antalya ka një verë të stërgjatur që fillon që në maj dhe përfundon në tetor, edhe charteri që fillon që me 26 maj në mos gaboj dhe është përfshihet edhe 2 javësh I pari tetorit. Më thënë kemi një verë shumë të gjatë. Është një klimë që ngjason me klimën tonë, është një verë ngrohtë me diell e thatë. Gjë e cila e mundson më mirë këtë pjesën e të pushuarit. Ne
pavarësisht se gjithmonë na kërkohet gushti, duke lidhur me pjesën e pushimeve, me pjesën që është piku sezonit dhe përgjithsisht edhe administratat kërkojnë muajin gusht se kanë me pushime. Ne rekomandojmë shumë qershorin, duke pasur parasysh që nuk ka shumë fluks. Dhe mund t'i kesh më të qeta pushime dhe resortet nuk janë të mbushura. Vjet ne kishim, për të folur për verën e 24-s, ne kishim shumë kërkesa në shtator, të them të drejtën, kemi pasur shumë kërkesa, edhe se çmimi ishte pak më ekonomik se ai korriku dhe gushtit, kemi pasur shumë kërkesa. Edhe këtë vit, kërkesat ndryshe nga vitet e tjera kanë filluar që i kërkojnë t'i bëjnë pushime dhe t'i bëjnë rezervimet që nga fillimi i vitit. Ne kemi pas rezervime në janar dhe në shkurq, gjë e cila vitet e tjera nuk është se ka ndodhur, që kërkojnë caktimin e datave. Duket edhe sikur janë mësuar disi shqiptarët me konceptin e early booking, pra të rezervuarit pushimet herët, sepse jo vetëm përfitojnë çmime shumë të mira, por gjithashtu edhe disa kriteri ose specifika të cilat mund të lidhen me dhomën ose shërbime të tjera ekstra të cilat nuk i gjen domosdoshmërisht në sezon, apo jo? Pasi ne kërkojmë gjithmonë me pamje nga deti, e dua dhomën me pamje nga deti, por e dua me çmim ekonomik. Duam të gjitha dhomat me pamje nga deti. I duam të gjitha me pamje nga deti, i bie që hoteli t'jetë vetëm me pamje, i gjithë hoteli nga deti, pavarësisht se pamja nga deti ka një çmim ekstra, ka shumë familje që e zgjedhin. Ka shumë familje që e zgjedhin për të kënaqur. Se shqiptarët punojnë 12 muajt e vitit për të bërë 10 ditë pushime. Kjo është e ditur dhe ato 10 ditëshin i shkrin të gjitha. Por që për pjesën e pamjes nga deti, kisha një rast që gulmonte gjithmonë, e dua me pamje nga deti, kishte disa herë që na shkruante, nuk kishte mundësia në gusht pasi ishin të gjitha të rezervuara. Edhe i bëj një pyetje, i them unë, po gjatë aty ku jeton, ku e ke pamjen? Jo, tha, vallai, këtu, tha, kam një pallat përballë, tha, kam tër vitin, shikoj vetëm pallatin. Paktën këtë javë pushimesh ta shikoj det, kështu që këto janë kriteret dhe kërkesat e shqiptarëve. Dhe është e rëndësishme në fakt që atë një javë pushimet kemi mundësi që ta shijojmë në mënyrën më të mirë, ndoshta edhe perfekte, ashtu sikur se e mendojmë, ndaj janë të rëndësishme rezervimet paraprakisht, edhe konsultat që bëjnë me agjentët në agjenci të ndryshme për të marrë fiks atë që duan. Por si rrjedhoj Aurorën, me profesion e kemi juriste, avokate. Edhe një pyetje shumë të drejtë për drejtë interesante do doja që ta bëja. A ka raste në portofolin tënd të shërbimeve, por edhe të zgjidhjes së problematikave sa i takon pushimeve? A janë bërë ndonjëherë pushimet problematik për një zënk ose divorc të mundshëm? Mungesa e pushimeve. Pyetja është shumë e bukur dhe unë duke u mësuar për të folur gjithmonë si avokate, është hera e parë që flas për agjencinë time, me thënë drejtën, gjithmonë kam qenë e ftuar si avokate. Unë kam pasur raste kur kanë ardhur me pretendimi ka qenë që kunata ime shkon 5 herë në vit me pushime, ndërsa mua bashkëshorti nuk më dërgon me pushime asnjëherë. Dhe ishte që po e lidh me pjesën e pushimeve. Unë kam pasur edhe një rast tjetër që kanë vajtur me pushime për muajin e mjaltit dhe pas janë kthyer, janë drejtuar për të bërë zgjidhjen e martesës. Kështu që jo gjithmonë pushimet shkojnë në bar. Urojmë që mos ketë qenë rasti Antaljës. Jo, nuk ka qenë Antalja. Nuk e them destinacionin për mos bërë antireklam, nuk ka qenë Antalja. Antalja është gjithmonë për një familje të bashkuar. Nuk ndodh ajo. Nuk ndodh. Por që është kriter të mos vajturit me pushime, sepse të vajturit me pushime krijon atë afrimin me familjen, ti je 24 orë non-stop me partnerin, me fëmijët. Dhe është një lidhje. Realisht është një lidhje, duke qenë që ne bëjmë tër vitin një jetë shumë aktive, jemi në përpunë, takohemi në shtëpi vetëm në darkë, kemi bërë shtëpinë si hotel, të bërit pushime sa më të zgjatura dhe duke zgjedhur Antaljen, çdo gjë do shkojë mirë për familjet shqiptare. Aurora, ndërkohë Antalja është jo vetëm me familjeve, por gjithashtu edhe e çifteve, të cilat e zgjedhin kështu si një destinacion tyre, ndoshta pas muajit të mjaltit, por edhe si një destinacion për ata që nuk duan shumë dinamik, që duan pushime të relaksuese, me shërbimin all inclusive ose ultra all inclusive, por kanë ata të cilët kërkojnë që të shkojnë edhe për te resortit, pra nuk duan të izolohen në resort për të shkojnë qendrat e qyteteve përkatëse në të cilat ndodhen resortet? Përgjithsisht kërkoj që të ketë akses edhe në qytetet.
pasi të qëndruarit taj gjatë aty, do shkosh pishina, do shkosh në det dhe mbaron. Antalya nuk është një destinacion, unë jam mësuar të flas për familjen dhe më vjen natyrshëm të them që është zgjedhje. Antalya është zgjedhja për të gjithë grup mosha, të them të drejtën, sepse jo të gjithë të rinë duan që t'jenë në vende të zhurmshme. Jo të gjithë të rinë duat të kenë një jetë, sepse kemi resorte që kanë edhe jetë nate, dhe duan të jenë më të qetë. Por të aksesosh me qytetet është normal, diçka një luks që ta ofron resorti. Por edhe pjesa që jo të gjitha resortet kanë afër detin, dhe kjo duhet theksuar, pasi të qenurit tërkohës vetëm në pishinë, edhe e ngrëna tërkohës dhe pishina pa pas një det, mund të bëhen shumë monotone dhe nuk është. Këtë gjë na ofrojnë të gjitha resortet e Antalyas, që kemi edhe pishinën edhe detin. Por ndërkohë, ju keni specifikuar 2 resorte sot, është Dukale në Lara, i cili është tërësisht i rinovuar, dhe Bosforus Sorgun. Këtë Dukalën unë mendoj këtë vit të shkoj vetë ta vizitoj bashkë me familjen time, pasi ishte një gjë re, një rekonstruksion dhe na duket sikur po shkojmë aty dhe po heqim vetë ato ngjitset tek gjërat e reja. Kënaqësi më vetë është ajo. Kënaqësi është. Kënaqësi është me vërtet. Dhe mendoj pasi ishte diçka është ndryshe nga çdo resort tjetër. Kishte shumë risi që me vërtet duhen vizituar. Kishte një aqua park, do thuash ti, që mund përdoret nga tëra moshat, dhe kishte një sipërfaqe 3500 metra në mos gaboj, që është një qytet i tërë, po të themi. Kishte plazh privat, kishte ato molet private, kishte pishina, 8 pishina. Domethënë është një qytet brenda qytetit që mendoj unë se pushimet 10 ditore do të duken aq të shkurtra në këtë resort sa s'do e kenë. Dhe pas do rikthehem përsëri tek ju, pasi ti kem bërë pushimet verore dhe t'ju them që vitin tjetër të jetë akoma më shumë i kërkuar si resort. Jo vetëm që do rikthehesh, por ne do të marrim në lidhje në Skype kur ti jesh me pushime atje që të na tregosh live të gjithë eksperiencën tënde tek Dukale. Po, në këtë resort, pasi ishte emitimi Venecias, se këtë harova ta cekja, dhe duke qenë që ne shqiptarët vdesim për çik Itali, vdesim për pak Venecia, dhe të qenurit një imitim, paka shumë si Venecia, do jetë shumë interesante, mendoj. Në fakt, shumë për resorteve të Antalyas të krijojnë idenë sikur ndodhesh në qytete të ndryshme të Europës. E kjo përveç se të bën që të duket sikur ke shkuar në një destinacion krejtësisht të ri, edhe pse ndodhesh në Antalya, të jep një adrenalin ndryshe dhe ditët në resort të bëhen gjithçka përveç se monotone. Edhe për shkak të shërbimit edhe faktit që lidhin tematika të ndryshme në restorante, në varësi të tematikës që kanë zgjedhur për resortin e tyre. Pra, në rastin konkret e Dukale organizohen ne të ndryshme tematike me ushqime italiane apo maska veneciane që janë eksperiencë për të provuar, po ti do t'i provosh para nesh. Unë do i provoj para jush dhe unë do ju them vërtet se si do shkoj. Por mendoj, duke qenë që unë e pëlqej edhe Italinë si shtet, mendoj se do kënaqem. Ndërkohë nga ana tjetër, Bosforus Sorgun vijon të mbetet një tjetër resort shumë i kërkuar vit pas viti, i cili preferohet jo vetëm nga familjarët, por edhe nga çiftet. Po. Ne kemi rezervime për këtë vit, edhe pse rezervimet kemi që para 2 muajsh na janë bërë. Kemi rreth 7 rezervime që i kemi marrë për këtë resortin. Është i kërkuar, edhe vjet ishte ndër resortet më të kërkuara që na është kërkuar, dhe mbesin ne 3 nga rezervimet i kemi të përsëritura. Domethënë ato kanë mbetur të kënaqur nga vitet e tjera dhe janë klient besnik, si të ne si agjenci Metro Travel, por edhe të resortit. Është një resort që frekuentohet nga gjitha moshat, ka detin shumë afër, është thjesht 150 metra me detin si resort, është i aksesueshëm për të gjithë, edhe për pjesën e pishinës, edhe për pjesën e të ngrënit, pasi ofron edhe all inclusive edhe ultra all inclusive, dhe është 24 ore hapur pjesa e të ngrënit. Jo se shqiptarit shkojnë për të ngrënë atje. Jo, absolutisht. Por është përfshirë edhe ngrëna edhe pyra dhe është 24 orë. Ndryshe nga resortet e tjera, këtë e ka
E tani më Antalja është identifikuar sa që kur shkon diku për të ngrënë thua do hajmë si në Antalja. Në Antalja. Kështu që vetëm për ushqimin nuk duhet të shqetësohesh, për kilet po, por për ushqimin jo. Kilet ja falim vetës, pasi edhe gjatë vitit nuk është se kemi probleme me këtë pjesën. Unë kam qenë për prekur këtë në një dasëm edhe ishim në dasëm gjatë kohës dhe thot një nga kushurin thot vetëm në Antalja hahet o vlla. Duke qenë që po bëhen shumë moderne gjërat, e lidhin edhe pjesën e të ngrënit në një dasëm me shërbimet Antalja në fakt është një kulturë mirëfilli pushimesh, e cila çdo kush që i provon një herë ka tendencën që t'i kërkojë sërish për shkak sepse ka vendosur një standard tani më të cilin shumë vende po e huazojnë edhe përpiqen që t'i ngjasojnë sadopak. Po, është e vërtet. Ndërkohë ti sa do ta rekomandoje Antaljan si destinacion nga 1 e 10? Padyshim 10. Okej. Padyshim 10. Jo për ta thënë dhe për të bërë qokën tek juve, por realisht është një ndër destinacionet më të pëlqyera, më të kërkuara dhe që ja vlen më shumë. Aurora, shumë faleminderit që ishe me mua sot. Faleminderit. Të mirëpresim pasi të rikthehesh nga Dukale. Faleminderit. Patjetër. Ne kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme, të dhënat e resorteve janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj mua nuk më mbetet gjë tjetër përveç se t'ju uroj pushime të mbara dhe të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.